Ju përshëndes të gjithëve juve që po e shikoni këtë video. Kjo video ka një mesazh shumë të rëndësishëm për ju. Dhe mesazhi është të zbuloni fuqinë e Zotit brenda jush. Cila është fuqia e Zotit brenda jush? Brenda jush ekziston fuqia e Zotit gjithmonë. Po unë do t'ju tregoj një shembull se si ta kuptoni se çfarë është fuqia e Zotit brenda jush. Se ka sens, ka shumë sens. Çfarë është fuqia e Zotit brenda jush? Fuqia e Zotit brenda jush është ajo fuqi. Para 2 ditësh, sa është data sot? 14. Para 3 ditësh, para 4 ditësh, disa prej jush votuan. Para votimeve disa njerëz, kandidatët për deputet, erdhan dhe ju ndiqnin pas për t'ju marrë diçka nga ju. Ata e din mirë çfarë kërkojnë. Po ju që i jepni atë që i jepni, ju nuk e dini, nuk e keni idenë fare se çfarë jepni. Nuk e keni idenë se çfarë jepni. Ju i jepni fuqinë e Zotit atyre. O njerëz, ju jepni fuqinë që ju ka dhënë Zoti, ja u jepni njerëzve të shejtanit. E kuptoni? A nuk e kuptoni diferencën para dhe mbas zgjedhjeve? Kjo është diferenca, atëherë do ta kuptoni se çfarë fuqie keni. Para zgjedhjeve ju e kuptoni se jeni superior ndaj atyre njerëzve. Në momentin që ata ja u marrin atë gjë që është e Zotit, juve do t'i ndiqni dhe s'keni për të gjetur. E këtë e keni parë çdo 4 vjet. Në fakt çdo 2 vjet, se votoni 2 herë. Jepni fuqinë tuajve njerëzve të shejtanit, ata që ju mundojnë çdo ditë e u pin gjakun. A kuptoni? Pse? Sepse ju jeni njerëz të padenj për fuqinë e Zotit. Edhe ju e demonstroni këtë gjë. E demonstroni në atë moment që ja jepni fuqinë tuaj, fuqinë e Zotit, atyre njerëzve, sepse jeni të padenj ta meritoni fuqinë e Zotit. Ajo është fuqia juaj. Ajo është liria juaj. E ju nuk do vuani kurrë nëse e mbani për vete atëherë. Kur ta kuptoni se ajo është fuqia juaj. Ju kur para se bëhen votime, ju jeni superior ndaj atyre njerëzve. Pse ata s'janë asgjë deri atëherë. Nuk janë asgjë deri atëherë, pa ju dhënë ju atë që keni për vete, që ju ka dhënë Zoti ta mbani vetë o njerëz. Ta mbani vetë, po jeni aq të padenj sa nuk e meritoni. Më thoni se jam i çmendur, ju nuk e meritoni fuqinë e Zotit, ndaj ajo e jepni. Je jepni pa pyetur asgjë. Në fakt e kuptoni dhe superioritetin e atij momenti, atyre ditëve, para zgjedhjeve. E kuptoni që keni fuqinë o njerëz atë. Në momentin që bëhen zgjedhjes, ju e ndjeni prap, pavarësisht, ju e ndjeni prap humbjen që keni bërë, humbjen që u ka ikur nga vetja. U ka ikur fuqia e Zotit dhe ka vajtur atje ku s'duhet vej. Edhe hajni e griheni dhe flisni para dhe mbrapa si u do qefi. Po ju jeni ai që kërkoni, që krijoni këtë gjendje për veten tuaj. A e kuptoni? Fuqinë e Zotit tani se çfarë është fuqia e Zotit? Nuk do të lejoni askënd në jetën tuaj të jetë si për jush. Nuk do të lejon, po unë e di që këto zgjedhje ishin të fundit. Madje kam parashikuar që mos bësh këto zgjedhje.
Po akoma ka njerëz ignorante, po e them, se janë të tillë, që u japin fuqi njerëzve të shejtanit të dominojnë akoma në këtë botë. Këto ishin zgjedhjet e fundit. Nuk ka më. Ne nuk kemi fare nevojë për deputet e për shejtan. Nuk kemi nevojë më. Çdo gjë do bëhet nga teknologjia inteligjente. Çdo gjë. S'kemi nevojë më as për deputet, as për qeveri, as për ministri, as për bashki, as për një gjë. As për gjona këto gjëra, në këto shërbime. S'do kemi fare, çdo gjë do shërbehet automatikisht nga teknologjia inteligjente. Automatikisht, dhe për çfarë të duhesh ti? Ti s'ke nevojë të paguash taksa më fare. Po fare s'ke, ti do paguash një gjë për diçka që do. Për shembull, paguan telefonin, e merr atë shërbim. Si bën kontratën? Do bësh kontrata me çdo kush. Kontratë. Ata nuk kanë fuqi mbi ty. As policia, as shteti, as kush s'ka fuqi mbi ty. Ama kur ja jep ti, atëre kanë fuqi mbi ty. Kur ja jep autoritetin, ata kanë fuqi mbi ty, atëre. Vetëm atëre kanë fuqin. Vetëm atëre kanë fuqin të kontrollojnë ty, të shfrytëzojnë ty, të përdorin ty. Bëjnë çfarë duan, se janë superior ndaj teje. Sepse ata kanë autoritetin tënd. Ma ke dhënë njëri autoritetin të drejtën të qeverisë. Ç'a kërkon tani? Vuaj pasojat. U e di? Nuk e di. E di. Prandaj I thash gjitha këto që thash. Qose ky mesazh ka sens, më komentoni. Faleminderit.